Dashi. Ditë shumë e zakonshme, kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ndiheni mjaft mirë pranë partnerit tuaj dhe do dashuroheni me të padorashka. Beqaret do kenë mundësi me shumicë për të gjetur princin e tyre të kaltër. Jeta do ju ndryshojë menjëherë. Financat nuk do i mbani dot të ekuilibruara. Do ju pëlqejnë disa objekte të shtrenjta dhe nuk do i rezistoni dot tundimin. Demi. Herë do jeni të përkujdesur, të vëmendshëm dhe do ja shprehni ndjenjat partnerit dhe herë do debatoni me të për tema delikate. Dita do jetë e paqëndrueshme, por fatmirësisht do mbyllet pozitivisht. Beqaret nuk do e kenë mendjen tek dashuria sepse do jenë të zënë me çështje të tjera. Financat do jenë goxha të trazuara. Kujdes me çdo shpenzim që do kryeni. Binjakët. Ditë mjaft e bukur dhe e mbushur me surpriza të shumta, kjo e sotmja për të dashuruarit. Çdo gjë do shkojë ashtu si e kishit menduar, kështu që shfrytëzojeni çdo sekond. Beqaret do bëjnë çdo lloj sakrifice vetëm e vetëm për të takuar princin e tyre të kaltër. Në planin financiar do keni fat dhe do arrini ta përmirësoni ndjeshëm situatën. Gaforja. Më në fund do mbarojnë grindjet dhe mosmarrëveshjet në jetën tuaj në çift dhe ju do mund të merrni frymë lirisht. Edhe pse do keni ngarkesë në punë, do e gjeni kohën e përshtatshme për të kaluar me të dashurin e zemrës. Beqaret do kenë takime, por nuk do i pëlqejnë aq sa duhet ata persona. Në planin financiar nuk duhet të nxitoheni për asgjë sepse mund të gaboni rënd. Luani. Jeta në çift do influencohet pozitivisht nga yjet. Nuk do jeni më posesiv dhe do tregoheni shumë të kujdesshëm me çdo gjë që do i thoni partnerit. Beqaret do joshin dhe njëkohësisht do joshin nga të tjerët. Të shumta do jenë mundësitë për të filluar një lidhje. Financat do i menaxhoni me shumë maturi dhe kujdes. Nuk pritet as problemi më i vogël në këtë sektor. Virgjëresha. Çiftet nuk do kenë një ditë pozitive sot. Nuk do kuptohen për asgjë me njëri tjetrin dhe kjo do sjellë vështirësi në komunikim. Në rastin më të keq qëndroni larg dhe reflektoni. Beqaret nuk do kenë kohën e nevojshme për të dalë në takime, por papritur dikush do shfaqet në jetën e tyre. Ekuilibri financiar nuk do ketë asnjë tronditje apo vështirësi. Peshorja. Të gjithë çiftet që kanë pasur një jetë të trazuar duhet të marrin disa vendime sot. Nuk ja vlen t'i shtyni gjërat kot. Për beqaret priten takime të veçanta që nuk duhen humbur për asnjë arsye. Ata do kenë një ditë shumë pozitive. Në planin financiar do keni përmirësime të menjëhershme të situatës dhe do ndiheni mirë për këtë fakt. Akrepi. Do bashkëpunoni mjaft me partnerin gjatë kësaj dite dhe do i zgjidhni të gjitha pengjet dhe problemet që keni pasur. Të dy do keni të njëjtat ide dhe mendime. Beqaret do kenë komplekse pa fund dhe nuk do arrin dot të afrohen me dikë. Mos kërkoni perfeksionin. Financat do i stabilizoni, por fal ndihmës së miqve dhe të afërmve tuaj. Shigjetari. Do zgjidhni me humor të keq gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia në çift nuk do jetë as pak e mirë. Shpesh do i qaheni partnerit dhe ndonjëherë do debatoni ashpër. Beqaret do kenë ndryshime të mëdha në jetën sentimentale. Me financat duhet të bëni më shumë kujdes se kurrë. Po shpenzuat kuturu do ngeleni shpejt pa para në xhep. Bricjapi. Mjedisi yjor do favorizojë mosmarrëveshjet dhe hatërmbetjet në çift sot. Do kërkoni gjëra të pamundura nga partneri dhe do doni gjithmonë të keni të drejtë. Beqaret do jenë pa fat dhe do mbeten sërish vetëm. Situata financiare do fillojë dalë ngadalë të përmirësohet, por kjo nuk do të thotë që duhet të bëni të gjitha shpenzimet menjëherë. Ujori. Duhet ta dëgjoni më tepër partnerin gjatë kësaj dite dhe jo të bëni gjithçka sipas mendjes suaj. Vetëm kështu do ruani një klimë të ngrohtë dhe harmonike. Beqaret do jenë sensuale dhe do joshen nga shumë persona. Do e kenë ata në dorë se këtë zgjedhin më pas. Të ardhurat do jenë mjaft të mira, nuk do keni për çfarë të shqetësoheni. Peshqit. Rrahjet e zemrës do jenë shumë të forta gjatë kësaj dite për të gjithë të dashuruarit. Edhe ata që kanë pasur mosmarrëveshje do i zgjidhin dhe do jenë më të qetë. Beqaret nuk do duan të flirtojnë me askënd dhe do mbyllen në vetvete. Financat do jenë goxha të stabilizuara, mbase për disa do ketë edhe ndonjë përmirësim të vogël.